Prej kur ka fillu Big Brother, jeni fantastik, jeni të mrekullueshëm secili në mënyrën e vet. U gëzofshit edhe ju gjithmonë. Shkurte, pritshmëritë e mia për ty kanë qenë shumë të mëdha, besom. Po ta them shumë sinqerisht. 2 ditë keqës stillesh e pstillesh me këtë histori. Fjala pen ose pen e Banhofit, po e them kështu shkurt, siç e them shumica e shqiptarëve që jetojnë në diasporë, sidomos në vendet. Dëshë edhe shtesën. Sakt, po. Mund të mos tingëlloj si fjalë e mirë dhe sigurisht që nuk është, edhe unë e pashë edhe Eliona të kërkoj falje. Por ajo çka mu m'la përshtypje, gjithë ditën e gjatë dje vetëm me këtë temë je marr. Ajo çka më ka pengu, dëgjom. Ajo çka më ka pengu gjatë diskutimit tënd me Klodin, ti ke thënë Klodit që Eliona po sjell kulturë të huaj këto. Jo s'kom thonë. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Po sjell kulturë të huaj. Jo, absolutisht jo. Po ta them vetëm një gjë. Eliona aty po sjell kulturën tipike të një vajze shqiptare të rritur në diasporë. Dhe mund të them lirisht që është shembulli më i mirë se si edukohen fëmijët tonë në diasporë.